Mendon Berisha luajti mbrëm ndeshjen e tij të 28 me Fannellën e ekipit të parë të Lecces, por këtë ndeshje nuk do ta harrojë lehtë pasi klubi i dha atij shëritjen e kapitenit në ndeshjen e Kupës ndaj Milanit në San Siro. Një përgjegjësi, por edhe një mesazh i qartë për Djaloshin, i cili mban numrin 10, se ai është ardhmja e këtij klubi në akademitë të cilit ka qenë padyshim një nga yjet e viteve të fundit. Pas ndeshjes ku Milani fitoi me shifra 3-0, Berisha foli shkurtimisht për sfidën si edhe për faktin se me goditjen e tij të dënimit ishte i vetmi nga skuadra e Lecces që ja doli të gjuante në portën e kuqezimve. Në 10-15 minutat e para mund të bëni më shumë, por më pas që nga momenti i kartonit të kuq në San Siro kundër Milanit që po bën mirë, është e vështirë, por gjithmonë mund të bëhet më shumë. Goli me goditje dënimi, e provova, shpresoja të një devijim, nuk e gjuajta mirë, por provova, tha Berisha pas ndeshjes.